ishte kënaqësi dhe nder që të mirëpritemi sot në ditën e fundit të vitit 2025 nga kryeshefja e Telekomit të Kosovës, zonja Burbuqi Hona, dhe gjithashtu edhe nga kryesuesja e Bordit të Telekomit, zonja Saime Thaçi. Këtu jam bashkë me ministren në detyrë të ekonomisë Artan Rizvanolli. E falenderoj menaxhmentin, bordin e Telekomit dhe gjithashtu të gjithë punonjësit e Telekomit për sukseset e arritura, edhe sa i përket performancës financiare, por gjithashtu edhe sa i përket shtrirjes dhe cilësisë rrjetit telefonisë mobile. Për 3 vjet rresht Telekomi është duke shënuar rezultate dhe këto shifra flasin shumë. Në vitin 2023, mbi 7 milion euro fitim, në vitin 2024, sërish mbi 7 milion euro fitim, dhe si vjet rreth 10 milion euro fitim. Kjo do të thotë që për këto 3 vite, Telekomi Kosovës ka performancë shumë pozitive financiare me rreth 25 milion euro fitim gjithsej. Ndërkohë, sistemi bazë i transmetimit përbëhet prej 551 BTS-ave, 15 prej të cilëve janë në veriun e Kosovës, ku po ofrohen shërbime për të gjithë qytetarët pa dallim. Telekomi Publik i Kosovës, apo Valja e Kosovës, është lider në shërbime të telefonisë mobile, e ka mbuluar vendin me 4G+ dhe me 5G, dhe i ofron publikut përmbajtje atraktive mediale që po ecë me hapa të shpejt drejt zgjerimit të rrjetit fiks. Pasqyrat financiare tregojnë që ristrukturimi i brendshëm ka dhënë rezultate të ndjeshme, sa i përket edhe efikasitetit të punëve që kryhen, por gjithashtu edhe cilësisë së shërbimeve që jepen. Këto investime që tash po i bën operatori publik me kredite qeverisë, pra jo me subvencione, jo vetëm që e kanë kthyer Telekomin në vendin ku i takon, por edhe i kanë dhënë sinjal e shtytje të duhur gjithë sektorit. Konkretisht, edhe operatori tjetër i telefonisë mobile ka filluar të investoj pas shumë viteve. Edhe operatorët tjerë të shërbimeve fikse po investojnë, por rriten e po zgjerohen. Pra, investimet që bën Telekomi, ngritja e cilësisë, shtimi i efikasitetit, po i detyron edhe konkurrencën që të ndjekin hapin dhe t'ju shërbejnë më shumë e më mirë qytetarëve të Republikës. Shumë ndërmarrëse kompani i përdorin shërbimet e Telekomit për operacionet e tyre të përditshme, e që sot janë të shtrira gjithandej dhe cilësore si asnjëherë më parë. Strategjikisht, si aksionar, Qeveria e Republikës është interesuar që operatori publik të zgjerojë shtrirjen me shërbime edhe mobile, edhe atyre fikse, për te interesit të ngushtë komercial. Pra, ne jemi këtu bashkë të shtetit për qytetarin, andaj shërbimi publik është në qendër të asaj çfarë mendojmë e planifikojmë, por edhe që veprojmë e zbatojmë. Zonat rurale, rrugët, zonat kufitare duhet të mbulohen me shërbime në të mirë të institucioneve, të qytetarëve dhe të bizneseve të vendit tonë. E jemi të interesuar të kemi edhe shërbime të dedikuara shtresave të cenuara të qytetarëve, pasi që ne mendojmë se komunikimet elektronike janë edhe drejt njerëzore, jo ndonjë farë luksi i përveçëm, natyrisht që shërbimin publik e shohim edhe për te afarizmit. Por kur jipet shërbimi publik e plus afarizmi është gjithashtu i suksesshëm, atëherë me siguri që kemi të bëjmë me një rezultat të shkëlqyeshëm. Dua të përgëzoj menaxhmentin, bordin dhe gjithë punonjësit, edhe për implementimin në plotni të kodit të rrjetit Kosovës tek Valja, përkatësisht kodit 22101. Tash Valja e Kosovës është 100% e Kosovës, edhe në prefiks, edhe në rrjet.
operatori jonë publik, pa ndërmjetësim, do të bëhet partner i operatorëve të ndryshëm në botë. Unë falenderoj drejtoren Hana, pastaj kryesuesen e bordit Thaçi dhe të gjithë ata të cilët kontribuan kaq shumë, një kontribut që mbase as parafërsisht nuk njihet e dihet sa është i madh, por e kanë gjithmonë vlerësimin e qeverisë së Republikës e njëkohësisht edhe mbështetjen tonë të parezirë. Faleminderit e gëzuar 2026. Atëherë, unë veç dua të shtoj një fakt që t'i vendosim pak gjërat në perspektivë. Telekomi i Kosovës, para qeverisjes tonë, ka pas rreth 150 milion euro të akumuluara humbje. Ndërsa në 3 vitet e fundit, më pak se 3 vitet e fundit, tashmë deri në 3 mujorin e tretë të këtij viti, veç i ka të akumuluara 21 milion euro fitim, ndërsa deri në fund të vitit pritet që të ketë së paku 25 milion euro fitim. Kjo ka qenë pak e besueshme ose as pak e besueshme për shumë njerëz, edhe unë jam shumë krenare edhe e lumtur me gjithë punën që e ka bërë Telekomi i Kosovës. Gjëja e dytë që dua të cek në opinionin publik shpesh qarkullojnë në diskursin publik shpesh ka kritika ose dilema për suksesin e Telekomit, duke thënë se suksesi është fal përkrajes së qeverisë. E këtu janë 2 gjëra shumë të rëndësishme për të cekur. E para që kredia nuk është subvencion. Dhe edhe në pasqyra financiare, kush pak i një pasqyrat financiare, e din që kredia nuk reflektohet si e hyrë dhe nuk po vjen ky fitim nga kredia. Sigurisht që kredia nga qeveria mundson që të bëhen investime të cilat pastaj kthehen në të hyra, mirë po nuk është fitimi rezultat i kredis. Dhe gjëja e dytë që dua ta cek është që përkraja e qeverisë, në çfarë do forme qoftë ajo, po veçanërisht me kredi, nuk mund të konsiderohet si diçka prej të cilës duhet të frigohemi dhe për çka duhet të mbërohemi e të justifikohemi. Në të ardhmen jo shumë të largët, deri para 2-3 vitesh, ju nuk keni mundur ta bëni një thirrje me valën shpesh, edhe veç fal punës shumë të madhe e vetë mohuese të inxhinierëve ka funksionuar rjeti aq sa ka funksionuar. Dhe kjo nuk ka qenë rastësishme, ka qenë rezultati ndërhyrjeve direkte politike të cilat kanë çuar në humbje të mëdha, në mungesë të investimeve dhe madje edhe kontrata të dëmshme. Veç kontrata me Z-Mobile ka kushtuar Telekomit 62 milion euro. Pra, veç në arbitrazh 62 milion euro, në fitime të humbura edhe rreth 100 milion. Do të thotë, pse ne e përkrahim Telekomin, që është pronë e Republikës Kosovës, që është e popullit të Kosovës, për ta nxjerrë nga humnera në të cilën Telekomi ka ardhur jo vetë, po me ndërhyrje politike në të kaluarën, nuk është diçka për të cilën duhet të kemi dilema morale si shoqëri edhe si qeveri. Me këtë rast, dua të falenderoj edhe një herë të gjithë që kanë punuar në Telekom për gjatë këtyre viteve, dhe jo vetëm për krejt këto investime, për krejt këto fitime, se tash është lehtë të flitet ex post. Mirë po veçanërisht dua të falenderoj ata që gjatë viteve, inxhinierët, teknikët me kushte shumë të vështira, me teknologji të stërvjetruar e të tejkaluar, kanë arritur të ofrojnë një cilësi të shërbimit që kanë mundësu që konsumatorët të mos iken, duke më përfshi edhe mua. E tash t'i besoj që konkurencë nuk keni. Faleminderit shumë. Na veç kemi pas për gazetar mbyllje të vitit, kështu që nuk i kisha zgjat, jemi, do me thonë, ju kisha dëshiru krejtve një vit të mbar, sukseses shumë, nuk po flasim për sfida, punën e kemi detyr, obligim, përgjegjësi, kështu që gjithçka jemi në rregull, po më duket i mbulut informuar, ju falenderojmë shumë për mbështetjen, për kuptimin, ministre. Në thelb, do me thonë që është kuptu esenca që veç me punë, pregaditje,
edhe ndihmë konkrete në kredit, cilat jemi ty i kthy dhe do të vazhdojmë sepse kemi edhe likuiditetin e nevojshëm për mi kthy. Kështu që unë tim aty për s'kom çka me thonë, jemi të hapur për pyetje nëse keni diçka, sido që tjetë urime edhe shumë punë edhe gjithat mirat në vitin vijus. Edhe më takon është ta me thonë që nuk janë veç inxhinjera, ti kemi krejt me shitja, me logjistika, me departamentin ligjor, me çështjet e korporatës, me kur gjë nuk është e mundun pa qenë krejt involvum. Kështu që faleminderit për krejt. Faleminderit edhe mediave për mbulimin, do me thonë që e kanë bo. Më falë se... Veç do shtë një me përshëndet. Në emër të bordit Telekomit Kosovës, që përshëndes gjithve, përshëndes Kryeministrin që për vizitën e sotme, Ministrën, nuk gjej fjalë si me u shpreh dhe me i lavdru stafin e Telekomit. Ne kur kemi ardhur si bord, unë kam pas fatin me qenë edhe në bordin e kalum, dhe ma në vitin 2021, e kemi gjetë Telekomin në një gjendje shumë të rëndë, e kemi gjetë me 14 departamente, tash me strukturë të re, Telekomi funksionon perfekt me 4 departamente. Është dashtë gjdo kontrat, gjdo dokument me shfletu faqe mas faqe, me orë tëna të punu. E falenderoj menaxhmentin që krejt ato që më thënë instruksionet të bordit, po edhe ato krejt që kanë ditë e kanë realizu. Kështu që me ametët që ne të vazhdojmë edhe me tutje me këto rezultate. Një sfid janë 2 mundësi, kështu që çdo sfid që na paraqitet, na jemi të gatshëm. Ju falenderoj shumë edhe juve si media që na keni përcjell. Ka një herë na keni nimu, ka një herë s'na keni nimu. Kështu që shpresojmë të na animoni në të ardhmen, se valja është e juja, është e Kosovës, është e krejt neve. Nuk po du me na animu, veç po du me paraqit gjendën reale. Faleminderit shumë. Të paraqit gjendën reale në gjithë. Ding, 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 ding.